qartë, edhe pse askush do donte të hynte në luftë. Dhe ne kemi një sistem të tillë fortifikues, i cili nuk është shkatruar, po kemi koncepte të tjera të sigurisë, strategji të tjerë mbrojtje. Mund të adoptohet ajo çfarë kemi pasur, e cila është e shpërndar në Shqipëri, nuk e di a është ai kemi numëruar çfarë na ka ngelur, nuk e di se kam qartë çfarë ndodh me Ministrinë e Mbrojtjes. Shiko, unë çdo periudhë ka atë, si më thënë, kulmin e vet. Pra është vështirë kthesh në epigon, është ajo shpreha epigonizëm, të përsëritësh të shkuarën në mënyrë kështu fikse, si më thënë. Ka kaluar ajo kohë, edhe mënyra e të luftuarit tani është fare ndryshe. Po unë do thoshja që disa pjesë të atij fortifikimi mund të mbajnë në çkuptim. U bë muze ajo strehimi 5 katësh, unë e kam parë atë. Një pjesë e popullsisë e ka parë, se është muze, domethënë atje këthe ku shkon nga Rapi Treshit, këtu në Tiranë. Bunkarti. Bunkarti. Po. Tashi brenda ka edhe bunkerin. Unë e kam parë, ajo ishte 5 katëshe. Kishte zyra, kishte sallë mbledhjesh, kishte shumë facilitete që i lejonte shtabit të përgjithshëm dhe një pjesë të leadershipit shqiptar për të drejtuar që andej. E njëjta gjë ka qenë Gjirokastër në zonën e Mundeura e Kardikit, në mal ka qenë 2-3 katëshe, e kam parë dhe atë ka qenë për korpusin, vend komanda e korpusit. Pra, në rastin e një lufte të çfarë forme që të kemi, leadershipi politik dhe ushtarak shqiptar do t'i duhet të drejtojë. Dhe kur fillon lufta nuk mund të drejtosh nga zyra e kohës paqes, nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, sepse je objekt. Problemi është se nga do drejtosh. Pra, në këto momente leadershipi jon nuk ka një vend të përshtatshëm për të drejtuar luftën. Po mund të futesh te ky muze ose muzeu i shtetit shqiptar është pra? Muzeu nuk është thjesht për të strehuar kokën, sepse atje ka qenë me telefoni, ka qenë me sistem komandimi, ka patur shumë të cilat janë prishur. Të cilat janë prishur, nuk funksionojnë më. Dhe doja të thosha këtë që një nga problemet e kohës moderne që tregoi dhe Ukraina është drejtimi i trupave. Se çfarë problemi tregon Ukraina? Ka qenë një shprehje dikur që përdorej në monizëm që pa ndërlidhje nuk ka komandim dhe pa komandim nuk ka fitore. Tashi ndërlidhja e sotme përgjohet shumë, është shumë sepse bazohet mbi radion. Pra, një pjesë ju e dini, kemi dëgjuar të gjithë në Ukrainë që Ukraina me shumë sukses përgjonte radiokomunikimet ose telekomunikimet me celular të ushtarëve me familjen, ushtarëve rus me familjen e vera. Për arsye se Rusia, për një numër arsyesh, një pjesë të mirë të drejtimit të saj, të komandimit, pra të komunikimit, e kishte outdated, domethënë jashmode, të vjetruar. Tashi, ne kemi probleme të tilla në ushtrinë shqiptare. Pra, në rastin e një lufte, ne do kemi vështirësi të mëdha për të drejtuar në mënyrë të fshehtë, se mund drejtosh, drejtohet me celular, po që drejtosh me celular kur e ka Vodafone, e ka kompani greke, ose e ka kompani e huaj atë, nuk mund drejtosh me celular. Dhe unë nuk e di se si, në këto momente, politika shqiptare vazhdon të përdori celularët e zakonshëm politika shqiptare. Për shembull, ky presidenti i Amerikës, domethënë ka sisteme të koduara. Obama kur erdhi ishte mësuar me atë BlackBerry, edhe ishte shumë i familiarizuar me atë dhe ata i bën një BlackBerry apostafat, po që ishte i koduar, sepse që presidenti tani nuk mund të komunikonte më, të jepte mesazhe me të siç bënte kur nuk që president. Pra, një nga problemet tona domethënë do të jetë drejtimi. Drejtimi në kuptimin për të strehuar nga vendi dhe pastaj për të komunikuar. Pra, mediumi, si do komunikosh? Se nuk e kemi në një përveç Vodafonit, se me thënë, dhe Uanit. Ne kemi sistemin e radiove. Sistem? Pra, kemi, sigurisht. Janë edhe disa programe, në programet buxhetore që mund të merren nga Ministria e Financave. Ka programe për kryesisht për internetin, po janë në nivel strategjik. Se sa të koduara, sa të sigurta janë, nuk e di. Por nuk kemi, sepse nuk është fjala vetëm atje, por bëhet fjalë edhe për nivelet e poshtme. Pra në nivelet e poshtme, me sistemin e radio komunikimit, ne kemi probleme. Në kohën e monizmit kishte, pra komunikimi bëj me telefon, me radio, me sinjale, me radio. Po pra, këtë duhet të di si bëj komunikimi, ja për shembull, mua më qelloi vetë në Gjirokastër. Në Gjirokastër tek ai tuneli i luftës. Po.
te komiteti, te bashkia. Te bashkia, po u futëm. Vajzat që djem që më shpjeguan çfarë ishte se kishin idenë, me shkuptova, kishin një letër, ja u kisha dhënë dikush dhe atë lexonin. Nuk gjende një njëri që ta shpjegonte pse ishte përdorur. Vetmja gjë që thuaj ishte shumë e bukur, më ka ngel mendja një Cicerone me një anglishte të mirë, një vajzë bukuroshe, i tha turistëve, ato janë në këtë vend, tha, e ka bërë Enver Hoxha, tha ka harxuar shumë para, tha, po ne po i marrim tani ato para se po paguani ju, i tha turistëve. Dhe kaq dinte ajo. Dhe aty unë pash ndërlidhjen, pash dhoma të veçanta të ndërlidhjes. Atje ishte, domethënë në atë periudhë ishte pothuajse ndaluar të komunikoj me radio. Nuk flitet pra, me radio. Në rastin e pra ishin radiot, për kohën ishin të mira, jo keq, po kishte një disiplinë të theksuar Jo, unë pash telefona atje. Të punës në radio. Pra e gjithë ndërlidhja, kryesisht ndërlidhja bëj me telefon. Tashi Shqipëria ishte pothuajse e gjitha e rjetëzuar me telefona në atë kohë. Dhe në terren malor, telefonat rrjetet telefonike ishte me norm kjo, duhet ishin mbi 80, pra më poshtë se 80 cm, nën tokë, në terren shkëmbor, me qëllim që të mos dëmtoheshin nga artilleria dhe aviacioni armikut, kurse në terren fushor ishin mbi 1,5 metra, me qëllim që mos dëmtoheshin nga traktorët, nga plugjet që punonin, që domethënë tokat bujqësore. Kishte dokumente, të ashtu quajtura dokumente të drejtimit sekret të trupave. Dhe ishin hartat të kuadratuara, ishin kodet dhe po të përgjoje, do të gjoje për shembull që 25-35. Po ti se kuptoje? Se që kjo, kurse ai do shikon dhe 25-35 që ishte në hartë, ishte filan objekt. Dhe pastaj vinte grupi tjetër, 4 numërsh, dhe do shikon dhe te kodi që ishte ky veprim ose ai veprim. Bashkim e kodesh. Ky lloj komunikimi ishte i ngadaltshëm, po ishte pothuajse i sigurt. Para 2 ditësh ishte një studim në lidhje me luftën e Kurskut tani, me atë mësymje që bëri Ukraina në Kursk dhe krahasonte me një kundër mësymje të gjermanëve në zonën e Ardeneve në 44-ën. Dhe që gjermanët thoshte të mbanin sekretin e kësaj dhe i gjeti aleatët, domethënë forcat të papërgatitura amerikano-angleze të papërgatitura, që të ruaj sekreti, thotë, domethënë komunikimi u bë vetëm me telefon edhe me sinjale. Ne ishte në kohën e monizmit bëj drejtim sekret i trupave dhe quhej DST. Dhe thoshe lajmëronin që drejtit para, që pas nesër kemi DST. Edhe DST-ja ishte 3 shkallëshe, pra vinte sinjali nga shtabi përgjithshëm te divizioni tek brigada. Dhe anasjetës, nga brigada te divizioni te shtabi përgjithshëm. Vazhdonte 2-3 ora. Pas 2 muajsh, prap DST, me qëllim që shtabet ishin të familiarizuara me këto kodet, që hapeshin ato dohen, edhe me hartat e koduara. Pra i kushtoj një rëndësi shumë e madhe sekretit, sigurisë në komunikim. Po, me pak fjalë, ju mendoni që në ndërlidhjen tani e kemi të dobët, në kushte ku bota ka evoluar? Ndërlidhja tani është shumë e mirë në aspektin e teknologjisë, po është shumë fragile, në aspektin e sigurisë. Delikate në aspektin e sigurisë. E kuptoj. Dhe koha ka treguar që për shembull Ukraina, Rusi pati shumë humbje pikërisht nga përgjimi. Nga përgjimi? Nga përgjimi i Amerikanëve në Ukrainë? Po të themi Ukraina, ose po të ndihmuar nga Amerikanët. Amerikanët, të cilët kanë. Okej, po ne jemi pjesë e NATO-s, që do të thotë ne jemi pjesë Sigurisht, po kjo do të thotë që jemi të barabartë. Do të thënë, jo në mënyrën se si komunikon Amerikani, komunikojmë dhe ne. Pra, kuptohet që ka diferencime. Të tjera. Po mirë, a ka diçka që kemi të fortë në tani në sistemin mbrojtës? Tani pika me fort tona është alianca në NATO. Atje ne mbështetemi, atje ne i varim shpresat, gjë që është jo mirë. Jo mirë. Sepse edhe NATO-a, domethënë vendimarrja në NATO ka një farë kohe. Pra mund të dojë minimumi 48 orë. Dhe nga ana tjetër nuk mundet për shembull që ti të jesh i papërgatitur, të jesh objekt i një sulmi, nuk bëj fjalë sulm klasik, një shtet që të mësojnë me tanke. Po sulm terrorist mund të ketë, sulm hibrid mund të ketë, bllokim siç ndodhi të rrjeteve tona mund të ketë. Përdorim të lëndëve helmuese luftarake në ujësjellsin e një qyteti të madh mund të ketë, dhe të vdesin disa mijëra ose 10 mijëra njerëz. Për shembull, unë kam përmendur shumë herë dhe dua ta përmend prapë me që erdhi mundësia. Në kohën e monizmit, trupat kimiste
në total ishin rreth 13.000. Domethënë kishte në brigadë kishte një kompani kimiste, në divizion një batalion kimist, po ishin 110 brigada. Dhe kishte edhe një regjiment kimist të përgatitur me pajisje, me stërvitje, me veshjet, gjitha domethënë për të marrë me një situatë kimike ose bakteriologjike. Kur ndodhi Çernobili në 86-ën, trupat tona komunikuan të parat, sepse matej radiacioni i ajrit në çdo kohë, vazhdimisht, jo se ndodhi Çernobili. Pra radiacioni i ajrit matej 3 herë në ditë. Dhe vetëm në brigadën ku isha unë, brigadë jo e rëndësishme, kishte 3 pika të tilla, domethënë në vijin e parë, kishte në Poliçan, kishte edhe në Çajup, që masin radiacionin. Dhe gjitha këto do të thënë u pa që radiacioni u rit 5 herë. Vinin në qendër, thonë, "Ore, çka ka ndodhur se nuk u hap lajmi më një herë." Pastaj u mor vesh që ishte Çernobili. Kurse tani kush do e marri vesh në qoftë se ka një infektim të ujësillësit, për shembull me lëndë helmuse ose me lëndë bakteriologjike. Do e marri vesh vetëm kur çojmë ato viktimat. Pse s'ka kontroll? Ujësillësi nuk është jashtë kontrollit në Shqipëri, ujësillësit tanë. Ujësillësi mund të jetë brenda kontrollit, edhe mund të mos jetë, sepse ka ardhur në tubacionin tonë në Tiranë, ka ardhur ujë me baltë shumë herë, nuk është se ka ndodhur një çudi që s'ka ardhur ndonjëherë, s'është e padëgjuar. Problemi është se pasi të ndodhi kjo gjë, ç'masa do merren, kush do i marrë këto masa? Në ushtrinë shqiptare tani ka vetëm një kompani kimiste, që kompania është rreth 100 veta. Nëse është e kompletuar, se thonë që edhe nuk është kompletuar tamam. Atëherë që janë 13.000, tani 100. Pra, shiko tani diferencën. Dhe situatat mund të jenë fare një lloj. Se nëse luftë me tanke në Shqipëri zorse do ndodhi, nuk e përthyri do të kollaj një kështu, domethënë skenar të tillë. Luftë me lëndë kimike ose radiologjike në ujësillës mund të ketë një lloj siç kishte në kohën e luftës sot nga një terrorist. S'është një çudi e madhe. Po, janë gjëra pra që mund të ndodhin siç që janë plotësisht të mundshme për të ndodhur. S'është vjetruar asgjë në mënyrën se si mund ta dëmtosh një vend. Aspekt, po. Nuk është fare e vjetruar. Po, realisht ne Shqipëria vërtet mendon që gjithçka do e bëjë NATO, domethënë ne nuk e kemi një plan 48 orësh mbrojtje, domethënë është e pamundur që ne të mos e kemi. Kjo është një temë e vështirë që kërkonte një bisedë tjetër. Po e kemi dhe se kemi. Për shembull, ne në këto momente mbulimin me artilleri toksore e kemi minimal. Pothuajse të parëndësishëm. Artilleri toksore? Toksore. Artilleri fushore që i thonë. Pra, dikur kishte rreth 5500 gryka zjarri dhe më shumë artillerie toksore, kishte mbi 2500-3000 gryka zjarri kundërajrore. Tani artilleri fushore ka një minimum shumë të vogël. Artilleri kundërajrore s'kemi fare. Vetëm tani është vënë në programe, do të është parë dhe është përmendur në strategjinë ushtarake të re që të investohet për mbrojtjen nga ajri. Pra këto dronët që dhuroi Turqia tani? Po dronët janë ajër-tokë. Pra edhe kur janë sulmues me raketa, ata droni godet në tokë. Pra nuk janë për të luftuar droni me dronin. Ka dronë që luftojnë droni me dronin, sigurisht, domethënë. Po nga ana tjetër lufta kundër dronëve nuk është dhe ka që vështirë, sepse dronët për momentin shpejtësinë e kanë të vogël, nga disa qindra metra, të themi, ose nga disa kilometra në orë, në disa qindra kilometra në orë, domethënë, kurse raketat që erdhën nga Irani mbi atë Izraelin, e kishin shpejtësinë 5-6 kilometra në sekond. Plumbi pushkës është 735 metra në sekond, shpejtësia e plumbit pushkës. Ajo është 5000 ca metra në sekond, domethënë i bie 5 fishi, 6 fishi i shpejtësisë së plumbit të pushkës. Pra, kur themi mbrojtje nga ajri, themi një mbrojtje komplekse. Kuptojnë, ne kemi mbrojtjen e NATO, sepse NATO ka kupolën e saj mbrojtje dhe gjithë anëtarët e NATO-s janë të mbrojtur nga raketat, aq sa janë të mbrojtur. Dhe kemi këtë, pra jemi pjesë e saj, po nuk kemi këtë tjetërën që, nëse fillon një sulm ajror, çfarë do bëj popullsia? Njerë duhet nga ana psikologjike që Shqipëria nuk është aq e pa rrezikuar saç mendohet. Pse është rrezikuar Shqipëria? Po sigurisht. Pse jo? Po ne jemi të rrethuar nga Itali fqinje, nga Kosova. Shiko, situatat Grekët nuk janë më grekët e hershëm, situatat ndryshojnë në mënyrë nga më të ashtu. Marrim rastin e një situate raketore. Dhe kuptohet që NATO-a godet raketën kundërshtare, po coprat do bien diku se s'do rinë ajër. Popullsia duhet lajmërohet siç lajmëron në Kemi sistem lajmërues si dikur? Këtë nuk e kemi.
S'ka më sistem lajmërues Shqipëria? Jo, s'ka. Më fal. Dhe duhet bëjnë prova. Nuk ka një sistem lajmërues të tipit siç ka pasur? Jo. Me sirena, me këto gjëra nuk ka. Ka vetëm që të dalin në televizor ajo dhe të thotë që kështu, po kur dalin në televizor e ka marrë fera Kush e shef televizorin më? Po pra. Kështu që po mirë, mund të ka mesazh në telefon, ka një se tani çanga s'do bjeri prapë si dikur. Ka një lajmërim. Jo, s'ka pse mos bjerë. Ashtu bien sirenat në Ukrainë, në Izrael, në Liban, në Iran, në Rusi, me sirena bien. Sepse sirena është me shpejta, se tani tizorisht me syt në celularin, një edhe që ku shikon celularin, po një pjesë e popullsisë nuk shikon celularin, vazhdimisht se ka hallet tjera. Ja dhe të rast sirena, që do bësh ti? Po pra, këtë do thoshja. Pasi të bjerë sirena, që do bëhet, atëherë beshin prova, ku popullsia fikeshin me njëherë dritat e qyteteve, bëj errësirë. Unë kam qenë i vogël kur e bënim këtë dhe e bënim me qejf, na duke një gjë interesante, ne e bukur kjo gjë, ku shkonim atje te komshin, që kishte strehime se kishte ato kubet në shtëpitë karakteristike Gjirokastës, ku ne streheshin, që bën ca plane. Kurse tani nuk ka të tilla dhe duhet menduar për këtë. Po që të mendosh se ka një kosto politike, sepse ose mendohet se ka kosto politike, sepse populli, votuesi do i thotë, ore, po prito deri tani na mbajtët me një pamje rozë që nuk kërcënojmë nga asgjë, tani ndodhi kjo trembje, kjo frikë. E kuptoj, po gjithsesi kjo duhet të ndodhi, të paktën pastrimi i qendrave të zjarrit aty ku janë, pastrimi i nëse domosdoshme, kjo ka kosto financiare, ekonomike, ka kosto politike, ka një numër kostosh, që leadershipi zakonisht e ka atë pamjen deri te votimet e ardhshme, nuk e ka, sepse kjo kërkon që të mendosh për një perspektivë çik më të largët. Po, duket sikur lufta e ka ndryshuar perspektivën, lufta është shumë afër. Ne tani nuk po e shohim vetëm filma, po e shikojmë çfarë po ndodh në Gaza, çfarë po ndodh në Izrael, çfarë po ndodh në Ukrainë, praktikisht ndodhi në Liban, është e pa imagjinoshme çfarë. Po pra, dhe mund të zhvillojnë aq shpejt sa që të mos të lënë kohë që të marrësh masat e tua të përgatitjes ose të kundërvënies. Në rast të një lufte që ndodh papritur dhe na gjen të gjithëve të papërgatitur, mendoni që ata njerëz që dikur ishin gati të luftonin për Shqipërinë do ta bëjnë përsëri? Kjo është çike e vështirë se shpirti njerëzor është çik kompleks për ta futur nëpër si me thënë ekuacione dhe për të kërkuar zgjidhjen. Atëherë kishte një frymë të përgjithshme. E përmenda ato që kur dilte keq në qitje, do të thënë gati qanin njerëzit. Ka ca analistë tani që tallen thonë që shkonim në stërvitje për t'u tallur, ose shkonim në stërvitje e dinim që ato që do bënim atje nuk do shërbenin ndonjëherë. Po, këta mund të kenë qenë një pakic, ose mbase ka ardhur klima tani që duhet folur kështu. Se ata që kanë jetuar atë periudhë e dinë dhe besojmë japin të drejtë ata që e kanë jetuar atë periudhë që nuk që tamam kështu. Tani ky njeri është gati të luftojë sot? Po, ky njeri do i bëj pyetjen vetes, për këtë do luftoj, sepse ka të bëj shumë frymëzimi, ai inspirimi që jep lideri. Po dhe ju nuk luftoni për Mehmet Çeun edhe Enver Hoxhën, luftoni për Shqipërinë. Sigurisht për Shqipërinë, po qenë ca parulla, është bërë një stërvitje një herë kthej nga unë isha student në Shkollën e Bashkuar me rezervistët, dhe Radio Tirana fliste njoftim i Agjencisë Telegrafike Shqiptare. Sot, në një ditë kështu, një koalicion imperialist o revizionist u turn ndaj Shqipërisë socialiste, këtij flamuri të lirisë e të frymëzimit të popullit. E që një tekst që ne kishim ja 3-4 ditë që e bënim ato stërvitje në ato baltra, po kur erdhi momenti final, dhe dëgjonim atë tekstin me altoparlant nëpër ato fushat, na ngrihej, si me thënë, qimja përpjetë dhe ishim gati të hidheshim kështu. Parashut tani të vetme njoftime që vinë është Ilir Meta në SPAK, Sali Berisha në dritare, për këtë luftosh thua. Unë doja të flisja diçka dhe për buxhetin e asaj kohe. Pa. Është thënë që Shqipëria harxhonte 20% të GDP-së, 40% të GDP-së, nuk e di domethënë shifra nga më të çuditshmet. Në atë periudhë, në gazetën Zëri i Popullit, në fund të vitit, jepej buxheti për vitin pasardhës. Dhe buxheti i Shqipërisë në atë kohë ishte rreth 9 miliardë e ca lek të reja gjithnjë. Kurse për mbrojtjen, thoshte rreth i Tiranës kaq, rreth i Gjirokastës kaq, kjo, arsimi kaq, mjekësia kështu me radhë, mbrojtja thoshte. Mbrojtja ishte rreth 800 e ca milion lek të reja. Në një nga këto diskutime, do isha oficer i ri në atë shkollën e instruksionit dhe bënim diskutim në një formë edukimi me komisarin e shkollës. E i thamë, dalim është komisari, thamë ne se
Kuptojnë, ne ishim shkolluar dhe kishim mësuar ato që kishim mësuar, na kishin thënë në shkollë. Për shembull, ishte një analizë e Marxit në lidhje me kritikën e programit të Gotës, e ka patur titullin, ku Marxi thoshte që për mbrojtjen shteti i ri socialist, themi, duhet harxoj 3% të buxhetit. Komisari thanë, po dalë, mos se kjo 800 e ca me 900 i bie rreth 9% e buxhetit. Marxi ka thënë 3%. Komisari na justifikoi me rrethimin imperialist e revizionist e ku diu me radhë. Tani, në qoftë se themi 9% e buxhetit ose 10% e buxhetit, buxheti i shtetit nuk është GDP, nuk është prodhimi i përgjithshëm bruto. Buxheti i shtetit ne aktualisht e kemi rreth 30% të GDP-s. Danimarka e ka 40-50 sepse është një shtet më social dhe i merr më shumë, pra buxheti është më i madh për të ndihmuar shtresat në nevojë. Shqipëria e centralizuar asaj kohe mbase mund ta kishte këto vlera, nuk e di sepse nuk e lidh dot me GDP-n. Po, si do me qënë, kam parë të Sipri është Instituti Ndërkombëtar për Paqen, për studimet të paqes i Stockholmit, Sipri e ka atë akronimin, ku ka bërë disa llogaritje ai dhe nxjerr Shqipërinë me 5.1 dhe maksimumi është 6.1% e GDP-s për mbrojtjen Shqipërinë në 1984. Pra maksimumi i harxhimit që bënte Shqipëria për mbrojtjen atë periudhë ishte 6.1% e GDP-s. Në një kohë që vendet e këtej perëndimore kishin rreth 5%. Në një kohë që vendet e lindjes, pra lindje mesme, jo të lindjes, e kishin rreth 12%. Izraeli shkonte rreth 16% e GDP-s, kurse Arabia Saudite deri 19% e GDP-s. Këto vendet lindore ishte shumë vështirë t'ja u llogarisje dhe ai Sipri ka lënë një diapazon për Rusinë, për Bashkimin Sovjetik, nga 6-8% në 12%, sepse e ka shumë të vështirë, sepse ishte e mbuluar me sekret çdo gjë. Pra, shteti është unë them që shteti është një mekanizëm i madh i rënd dhe nuk mund të luash me të bësh gjëra artificiale, do harxoj një 40% të GDP-s për këtë, e 50% për atë, e me radhë, sepse janë ca rregulla fikse që të shtrëngojnë, të futin në mors. Unë e marr si të mirë qenë këtë të Siprit, dhe nëse themi që Shqipëria atëherë harxonte 5-6% të GDP-s, e konsideroj fare normale për situatën e luftës së ftohtë. Ne tani harxojmë 2% të GDP-s, që është mirë, po mund të harxosh dhe 5% të GDP-s dhe të mos i shpenzosh ashtu siç duhet. Dhe rezerva ime është kjo që pavarësisht që ne pretendojmë që harxojmë 2% të GDP-s, ne harxojmë rreth 9% të buxhetit mbrojtjes për infrastrukturën, para për godina. Në një nga këto që ka dalë në planin afatgjatë të zhvillimit deri 2035 të Ministrisë Mbrojtjes, thuhet që për infrastrukturën do shpenzohet 10% e GDP-s. Të buxhetit mbrojtjes. Pra 10% e buxhetit mbrojtjes, që është 2% e GDP-s, do harxohet për infrastrukturën. Në një kohë që shtetet e NATO-s këtë shifër e kanë 1-3%. Pra 1-3% NATO-a për infrastrukturën për godina, 10 Shqipëria. Që do të thotë shumë, nuk mund të harxosh në ndërtesa. Është shumë, sepse Shqipëria duhet harxoj, forcat e armatosura duhet harxoj më shumë për pajisjet. Mirë po ne, pajisje dhe infrastrukturë i kemi bashkë, i kemi shpenzime kapitale, dhe është shumë vështirë në një projekt që isha mu desh vuajtje e madhe për t'i hapur, për t'i ndarë, këto se është shumë me vështirë për t'i ndarë. Dhe në këtë mënyrë kamuflohet, mbulohet. Ose, për shembull, në shpenzimet operacionale të sotme të buxhetit, futet edhe stërvitja. Stërvitja është një nga aktivitetet më të rëndësishme të një force të armatosur, sepse ajo të përgatit për situatën që do të vijë. Tani, kur ndodh që ka ta zënë përmbytje, ose tërmet, dhe forcat armatosura aktivizohen, po ajo ka kosto, harxohen makina, harxohet karburant, harxohet, po deri dietat e atyre manovratorëve punojse me radhë. Tani, kjo kosto futet e shpenzimet operacionale. Po problemi është që kujt ja presësh këtë, dhe ja presin, ja heqin, ja reduktojnë stërvitjes. Ka patur raste për shembull që ka lëvizur helikopteri për të vajtur në zonën e përmbytur, thazën, dhe atë harxhim që ka bërë helikopteri e kanë quajtur stërvitje. E më ja mirë, ja vajti atje, bëri dhe ndim për popullsinë, bëri dhe stërvitje. Po helikopteri nuk stërvitet vetëm për të ecur horizontalisht dhe për të shuar mallra atje, se helikopteri ka shumë detyra
dhe situata për cila duhet përgatitet ai piloti. Pra, mbase sa merr nga GDP është në rregull, po puna është si e shpenzon, kjo duhet ripar. Pra, ne po shpenzojmë jo mirë atë 2%, po shpenzojmë jo aq sa duhet për pajisjet, po shpenzojmë jo aq sa duhet për stërvitjen. Po ndërkaq për shërbimin ushtarak, çfarë mund të themi? Për stërvitjen, për faktin që nuk dim, jemi larg armëve. Shërbimi ushtarak i popullsisë. Po. Kjo është një nga ato defektet ose problemet e shoqërisë moderne, të modernitetit që edhe vendet e tjera e kanë të vështirë për ta zgjidhur. Sot, në vendet e NATO-s, janë 2-3 shtete në të cilat ushtria, si me thënë, duar trokitet, dhe kjo është Amerika, është Turqia, nuk e di ndonjë vend tjetër të NATO, se në përgjithësi vendet e tjera e konsiderojnë shërbimin ushtarak, një njeri me uniform, si një zanatçi që ka një zanat dhe për shkak të atij zanati ka atë uniformën. Mekaniku për shkak të zanatit ka atë kominoshen, për shembull. Mjeku për shkak të zanatit ose infermieri ka atë bluzën e bardhë. Edhe kaq. Kurse atëherë, duke qenë se përgatitej gjithë populli, ishte sepse nuk ishin 600 veta që do luftonin. Se ishin dhe shumë të tjerë që ishin ato forcat e bronjura, që thoshin që do mbanin në rregullin, në rendin dhe aktivitetin, se fëmijët do shkonin prapë në shkollë dhe në luftë, ose popullsia do hante dhe në luftë. Pra, gati e gjithë popullsia atëherë njifte armatimin, para 3 ditësh u dha që dikush donte të vendosë një lëndë plasë, i plasin e dorë dhe i shpërtheu. Mamaja ime ishte arsimtare dhe kur bënte stërvitjen me forcat vullnetare, një nga stërvitjet ishte përgatitja e ngarkesës me lëndë plasë, me qëllim që gjithë popullsia në rast lufte të dinte të përdorte minat surprizë ndaj kundërshtarit, ndaj armikut. Edhe nuk u vra njeri me ato lëndë plasë atëherë, sepse stërviteshin, i njihnin edhe dinin t'i përdornin. Ju falenderoj shumë, zoti Dora, që ishit në Shqip edhe bët një shpjegim të hollësishëm, po dhe krahasues, se kjo është e rëndësishme, se ndonjëherë thua, po pse na duhet të dim çfarë bënim, por për të kuptuar çfarë mund të përdorim dhe si kemi ndryshuar, dhe për ta pasur të qartë. Për ta bërë qartë vetes se nuk fshihesh dot pas gishtit, që po jemi në kohë lufte, apo jo? Unë ju falenderoj për ftesën, e vlerësoj veçanërisht mundësinë që më dhatë për të folur me teleshikuesit tuaj dhe do të uroja që gjithnjë dhe shoh me kënaqësi që gjithnjë më shumë ushtarak po zën vend nëpër ekrane, me sa duket lufta në Ukrainë pati dhe këtë të mirë që u kthyen disi vëmendja ndaj problemeve të sigurisë dhe mbrojtjes dhe uroj që të vijohet në këtë linjë, sepse është probleme domethënë nga më vitalet siguria. Dhe andaj ne jemi dritare hapur për të gjithë ju që jeni profesionist dhe doni të flisni. Ndërkohë, kjo është gjë që do bëjmë këtë nëntor, që është edhe nëntori 80 vjetorit të çlirimit të Dheut, një prej ngjarjeve më sublime, e cila anashkalohet, e kalohet, gjejmë arsye të tjera për ta haruar ose për të thënë mjaft folëm, por ne do të flasim në dritare dhe do ta bëjmë këtë duke treguar vlerën e njerëzve që dhanë jetën për Shqipërinë. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Regjistrohu tek dritare dhe Rudina Xhunga është dritarja jote.